më ka provokuar që ditën e parë. Po t'isha unë në këshillin e mandateve, do t'i thosha atyre gjerdhën çoni, ikni dhe ktheuni me një dosje për Parlamentin e Shqipërisë. Edi Rama mdoj për cjellin në honët e historisë, në banesën e turpit, për vjedhjet që ka bërë. Viti 2025 po mbyllet. Edi Rama kryeministër dhe Sali Berisha përsëri kryetar në Partinë Demokratike. Madje në prillin e vitit 2026 do të kandidoj për kryetar, e kur natyrisht nuk i del asnjëri përpara. Do ta kemi deri në vitin 2030 lider opozite, e me shpresën e Zotit deri në vitin 2040 përsëri kryetar. Ndërsa ky vit që po ikën ishte vit me plot skandale qeveritare, ku nisëm me arrestimin e kryetarit të Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj, e sosi me kërkesën për heqje imuniteti dhe arrestimin nga SPAK për zëvendës kryeministren Belinda Balluku. Ishte një vit ku Edi Rama mori numrin më të madh të deputetëve në historinë e Partisë Socialiste, plot 83 mandate. Sikurse dhe një vit ku kryeministri Edi Rama hapi të gjithë grup kapitujt me Bashkimin Evropian. Malizi është përpara nesh, por Shqipëria është ngjitur me të dhe që Marta Kos, komisionerja për zgjerimin e Bashkimit Evropian, deklaroi se ecja e Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian është mahnitse dhe mbreslënse. E nëse ecet me këtë ritëm, duket se Shqipëria dhe Malizi do të pranohen përpara vitit 2030 në Bashkimin Evropian. E në raport me politikën e jashtme, Shqipëria përgjatë vitit 2025 mori notën 10. Ndërkohë SPAK-u preu koka politikanësh dhe zyrtarësh të lartë, ajsa duke se qeveria mund të binte dhe të shkonte në zgjedhje të reja parlamentare. Por përballë Edi Ramës së plagosur nga arrestimet dhe hetimet e zyrtarëve rrotull tij është Sali Berisha. Në çdo vend normal opozita do ta kishte rrëzuar qeverinë pas gjithë këtyre goditjeve nga SPAK, por Partia Demokratike nuk krijon më besim. Me një Berish të lodhur nga vitet e hetimit ndaj tij nga SPAK, Selia Blu nuk ka forcë, nuk ka shpirt për badhje, pa harruar se po flitet se ka marrëveshje të fshehtë mes Ramës edhe Berishës. Pra bëjnë sikur zihen edhe shahen, por nga ana tjetër mbajnë njëri tjetrin. Sali Berisha deklaron herpasere se kur ta ndaj mendjen, ai e rrëzon Edi Ramën, por demokratët pyesin: kur do ta ndani mendjen o doktor? Sepse u bën 13 vite në opozit, e me sa duket derisa të jetë kryetar Sali Berisha në Partinë Demokratike, kryeministri Edi Rama vazhdon të jetë i qetë në qeveri. Pra viti 2025 po mbyll si parin e tij, por njerëzit duan më tepër mirëqenie ekonomike, më shumë garanci për rendin publik, duan vende pune, duan shpresë, duan jetë të lumtur. Natyrisht që gjithë secili krijon vet, por qeveria ka detyrat e saj që duhet t'i zbatojë përpara qytetarit. Njerëzit duan dhe një opozitë forte e shpreslënse. Por me sa duket edhe vitin e ri 2026 do të kemi përsëri dyshen Rama Berisha, që bëjnë sikur zihen por mbulojnë defektet e njëri tjetrit që të rinë në pushtet akoma dhe më gjatë. Pra me pak fjalë, Edi Rama në qeveri dhe Sali Berisha në pushtetin e opozitës. Editoriali Koha Jon.